Inflacioni në vend të mbetet nën kontroll dhe se aktualisht nuk ka nevojë për masa të reja për ndërhyrje në treg, thot Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi, duke shtuar se institucionet po e monitorojnë vazhdimisht situatën në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut. Ai paralajmëroi që nëse evidentohen sjellje devijante apo rritje të pajustifikuara të çmimeve, institucionet do të ndërhyjnë me masat përkatëse. Në njëjtën kohë nga Inspektorati Shtetëror i Tregut janë bërë kontrolle edhe për muajt mars deri në muajin qershor, për këto 3 muajt e fundit, dhe aty është konstatuar se këta çmime të produkteve me pakicë janë rritur për 0.16%, që rezulton me efekt pozitiv si rezultati i asaj që kemi pasur takime me gjithë, domethënë shitësit që kanë zinxhir të marketeve dhe i kemi informuar dhe i kemi treguar që jemi duke i ndjekur dhe janë duke i rritur domethënë marzhën e fitimit dhe kjo ka reflektuar 3 muajt e fundit kemi vetëm 0.16%. Durmishi theksoi se të hënën do të kenë takim me prodhuesit dhe shpërndarësit e produkteve ushqimore dhe atyre jo ushqimore. I kemi kontrolluar të gjithë zinxhirin, domethënë të gjithë linjën nga prodhuesi, distributeri dhe shpërndarësi, dhe deri tek shitësit me pakicë dhe kontrolla është bërë nga muaji maj 2025 deri në muajin maj të vitit 2026 dhe çmimet hyrëse, domethënë që i kanë marrë janë rritur për 2.66%, ndërsa çmimet shitëse janë rritur për 4.56%. Dhe përfundimi apo kontrolla ka konstatuar që ata tregtar që kanë shitur, që kanë bërë shitje me pakicë, në kohën kur janë ulur çmimet hyrëse, nuk i kanë ulur edhe çmimet shitëse. Dhe bëhet fjalë për një rritje prej 4.56%. Këto Ministri Durmishi tha pas Këshillit Ekonomik Social që u mbajt sot në qeveri, ku siç tregoi u diskutua për politikat e punësimit, pagat, tregun e punës dhe nevojën për harmonizimin e arsimit me kërkesat e ekonomisë për rritjen e punësimit dhe konkurrueshmërisë.